Në kurorëzimin e Angjelushës, Shyretja i thot këto fjalë. Këngëtarja e njohur Angjelusha Saliu ka kurorëzuar dashurinë me mërgime në një ceremoni civile të mbajtur në Zvicër, atje ku çifti ka nisur tashmë jetën e përbashkët. Në këtë moment të veçantë nuk mungoi as prezenca e nënës së saj, këngëtare së dashur Shyrete Beluli. E emocionuar, Shyretja ndau një foto nga ceremonia shoqëruar me fjalë prekse. Sot, në kurorëzimin e Angjelushës dhe mërgimit, ju uroj fazë të gjitha të mira. Për t'u informuar për lajmet më të reja, klikoni butonin subscribe.